Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona e Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë me ju, në fakt për të bërë një analizë të detajuar rreth ngjarjeve, marrëdhënieve, dashurive në tentativë të krijuara brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Si që duket, marrëdhënia mes Mateos edhe Brikenës, në fakt nuk dua ta them të tillë, por e tillë duket, e tillë shprehet, po e lodh shumë Mateon dhe po ja thyen shpirtin në gjitha ato mendime të mira, në gjitha ato qëllime të mira, në gjitha ato vizion të bukur që Mateo ka. Tani, duke njohur karakterin mashkullor, jam i bindur se të gjithë ne djemt në asnjë mënyrë nuk do të ishim përkulur një vajzës kaq shumë, po të mos kishim patur një ndjenjë, po të mos kishim patur një pëlqim të realt edhe të vërtet. Fillimisht njëherë, Mateo nuk ka nevojë pse të mos të jetë i vërtet kundërdrejt Brikenës kur ai është shumë i fuqishëm në lojë, në qoftë se do të ishte loja bazike dhe kryesore për të. Këtë e kanë dëshmuar javë për javë, në çdo prime është pjesë e diskutimit, pjesë e bisedës, sepse është shumë i përfshirë në lojë dhe nuk është afrimiteti me Brikenën që Mateo e ban brenda në shtëpi. Ky është mendimi im. Unë mendoj që Mateo ka krijuar dashurinë te publiku për djalin që është, për edukatën që ka, për zemrën që ka, për shpirtin që ka, por nuk e ka krijuar dashurinë tek publiku, do me thënë nuk e ka marrë përqafimin e publikut në raportin që ai ka ndërtuar me Brikenën. Raporti me Brikenën erdhi ndjeshëm tek publiku sepse publiku e pan që Mateo e meriton ta jeton dashurinë e tij, e meriton ta gëzon shpirtin e tij. Dhe realisht është duke bërë maksimumin që t'i fal fokusin, t'i fal vëmendjen, t'i fal ndjenjën, emocionin dhe ta respekton Brikenën në nivelin më të lartë që një femër respektohet. Por fatkeqësisht, do me thënë edukata që Brikena ka përzgjedhur të tregon kundërdrejt Mateos, gjuan çdo gjë në tokë. Natën e sonte, të dy ishin në verandë edhe po bisedonin dhe Mateo, pasi që Brikena e ka pyetur, nuk është se nuk e ka pyetur, e ka penguar Mateon që Brikena, do me thënë, të del vetëm me sutjerna. Do me thënë ka dashur që të vej një xhup sipër për veten e saj. Kjo gjë e ka penguar Mateon sepse normalisht Mateo e simpatizon, e don, e ka në shpirt dhe normal gjën e vet e do vetëm për vete. Nuk e do që ta ndan me të tjerët. Tani Brikena, jo që ta respekton Mateon, por do me thënë sillet në formë agresive, sillet koklart, duke e ofenduar, duke i thënë që ti nuk je burri im, unë ty nuk të kam të dashur, kush je ti mua të më ndalosh veshjet, kush je ti mua të më ndalosh gjërat, ti nuk mund të bësh sjellje të këtilla, unë nuk ta toleroj këtë gjën, unë e di vetë se çfarë bëj derisa me ty nuk jam në lidhje. Dhe Mateo i thonte që shumë bukur që më fal, më pyete, unë ta dash përgjigjen që ti më pyete. Dhe unë mendoj që Mateo është duke ja respektuar nazet Brikenës deri në fund. Tani e kuptoj, ne të gjithë duam që ta shohim Mateon edhe Brikenën si çift, por edhe ky përgjërimi që po bën Mateo, edhe kjo lutja që po bën Mateo, edhe kjo dëshira e madhe që Mateo ka, do me thënë, të jetë me Brikenën, nga edukata e Brikenës, nga ignoranca e Brikenës, nga qëndrimet e Brikenës, realisht do me thënë është një lodhje, është një stop deri ku do të shkel mbi dinjitetin tim. Dhe unë mendoj që Mateo është jashtëzakonisht shumë duke shkelur mbi dinjitetin e tij për t'i plotësuar dëshirat dhe nevojat Brikenës. Tani çfarë bën Brikena gjithë ditën? Brikena nuk është se e ka mendjen që të aktivizohet, të ndërton strategji, të krijon strategji, të përfshihet në lojë,
të krijon debate, të jetë dinamike, do me thënë siç po bën Selin. Brikena qëndron tër ditën te krevati me cigare në gojë, tër ditën tek divani me cigare në gojë, tër ditën tek veranda me cigare në gojë dhe i kërkon Mateos që Mateo t'i shkon nga mbrapa, ajo të shtrihet, Mateo të ri aty si qyl te krevati dhe t'i bëj muhabet Brikenës. Tani unë mendoj që çdo gjë ka një tolerancë, sepse veprimet e Brikenës më vjen shumë keq që po e them këtë, mua më asocojnë të mendoj se Brikena është thjesht duke e përdorur Mateon, e shikon që Mateo është i fortë, e shikon që Mateo jashtë po del i preferuar dhe për të qëndruar sa më gjatë brenda asaj shtëpie, pasi që Brikena nuk ka ndërtuar strategji, nuk ka krijuar grupe, nuk ka krijuar dinamika, e ka të vetmen gjë, e ka të vetmen pikë që mund të shkojë të paktën deri më afër finales. Dhe unë mendoj që kjo sjellje që Brikena po bën kundërdrejt Mateos, do ta revolton Mateon që të vër një pikë në këtë marrëdhënie, sepse do me thënë preket për gjëra të cilat realisht nuk janë me vlerë, edhe gjëra që Brikena ja drejton pyetjen Mateos, por nuk don ta merr përgjigjen, do me thënë tregohet shumë kontradiktore. Unë mendoj që në qoftë se Brikena do të kishte vërtet pëlqim për Mateon, ajo do t'i kishte dhënë mundësi më shumë Mateos edhe do t'ishte sjell krejtësisht ndryshe. Do të thënë bën ca sjellje që realisht nuk i takojnë një vajzës e cila ka qenë mis, nuk i takojnë një vajzës që është në moshën e Brikenës, edhe më për syrin e publikut bëhet e lodhshme, sepse është e njëjta histori, do me thënë ripërsëritet çdo ditë dhe Brikena nuk është se merr një vendim. Brikena në qoftë se nuk ka ndjenja për Mateon, atëherë nuk ka përse ta kërkon vëmendjen e Mateos. Do me thënë, këtu e kërkon vëmendjen e Mateos gjatë gjithë ditës, i qahet Mateos, Mateo duhet i ri nga mbrapa, duhet merret vetëm me Brikenën dhe Brikena thotë që unë nuk kam ndjenja, nuk të kam të dashur, nuk të kam burr, ti nuk mundesh mua të më thuash kështu, ndërsa në anën tjetër do të thënë kërkon fokusin e Mateos. Unë mendoj që Mateo nesër mbrëma do të ndryshon pak rrugtimin e tij, këtë gjë e ndjej unë dhe e besoj dhe nuk ma merr mendja më që do të ri vetëm me Brikenën, sepse tani më do të vjen koha që Mateo vërtet duhet të luan, ai aty ka hyrë për një qëllim, ka hyrë për qëllimin edhe për të fituar çmimin e madh, do të thënë ka shumë potencial për të qenë fituesi i këtij Big Brotherit, publiku e do shumë, mendoj që Brikena e kishte kohën e vet, e kishte mundësinë e vet, e kishte momentin e vet, tani ky është problemi i Brikenës, se sa diti do me thënë ta merr këtë momentin dhe se sa e vlerësoi këtë momentin. Unë mendoj që Mateo me formën të cilën ka përzgjedhur të jetë në këtë lojë, më falni, ai është jashtëzakonisht shumë i fituar dhe mendoj që do ta merr atë që ai në të vërtetë e meriton, sepse kjo gjëja po e lodh jashtëzakonisht shumë.